Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lusim Allah xhaleshanuhu që të na pranoj adhurimet në këtë muaj të bekuar. Të nderuar vëllezër besimtar, muaji Ramazanit përveç tjerash është edhe muaji i Kur'anit. Rëndësia e Kur'anit në jetën e besimtarit është shumë me vlerë. Allahu i lartësuar në Kur'anin faplar, në kapitullin e Zumer, na tregon, na thot se në këtë Kur'an ju kemi sjell shembuj të shumt në mënyrë që ju të mendoni dhe në mënyrë që ju të bëheni më të kujdesshëm. Kur'ani është i zbritur në gjuhën arabe, thot Allahu Kur'an po është në këtë kapitull dhe në te nuk ka kundërthënie. Pastaj kështu ju të do të bëheni më të devotshëm. Dëshirojmë të sjellim në vëmendjen tuaj dhe të besimtarëve në tërësi se Kur'ani është shkak i cili e lartëson njeriun dhe e lartëson jetën e besimtarit. Shembuj të tillë kemi sa të duash, po i përmendim disa sepse ishte Xhibrili a.s. ai i cili e solli Kur'anin, por u ngrit dhe u veçua nga të gjithë melekët tjera për shkak të Kur'anit famlar. Pastaj Muhamedi a.s. ishte krijesa më e bukur e njerëzimit dhe ajo që e bëni krijesë më të dalluar ishte për shkak se në gjoksin e tij e barti dhe i aporciolli njerëzimit mesazhin e Kur'anit. Muaji Ramazanit është muaji i cili është më i lëvdruar dhe më i lartësuar i vitit nga të gjithë muajt tjerë, e ajo që e bën muajin e lartësuar, muajin e Ramazanit më të lartësuar dhe më të veçuar nga muajt tjerë, prap është Kur'ani famlar. Dhe gjëra të tilla të kësaj natyre mund të sjellim shembuj të ndryshëm, në të cilët e vërtetojmë se nëse ne afrohemi te Kur'ani dhe Kur'ani do të na lartësoj neve. Nëse Kur'ani famlar e ka lartësuar Xhibrilin, nëse Kur'ani famlar e ka lartësuar Muhamedit a.s., nëse Kur'ani famlar e ka dalluar një muaj në vit, është muaji Ramazanit, atëherë shtrohet pyetja se si do ta lartësoj dhe do ta ngritë besimtarin. Mbetet përpjekja jonë që të bëjmë çmos që Kur'anin ta zbresim në zemrat tona dhe pastaj do ta shohmi se do të na lartësoj edhe neve. Shtrohet pyetja, pse sot njeriu nuk e lartëson Kur'ani për shkak të pakujdesisë së tij që atë dispozitat e tij, moralin e tij, etikën e tij, mesazhin e tij ka ngjecje besimtarit ta vendosë në zemrat e tij. Ka zbrit te Xhibrili, e ka ngrit Xhibrilin, e ka ngrit pejgamberllëkun, e ka ngrit agjerimin dhe detyrimisht duhet ta ngrite dhe ta vlerësoje edhe njeriu. Muhamedi a.s. e thot në hadithin e tij, Kur'ani është argumenti yt, ose është shpëtim për tyje, ose runa Zot do të bëhet tërheqës i vreqës e dënim për tyje. Prandaj është shpëtim për ne të cilën marrin qendrim të drejtë ndaj Kur'anit dhe do të mundohemi për hatër këtij muaji të bekuar, angazhimit ton që të kemi ibadete sa më të dobishme dhe të familiarizohemi sa më shumë me Kur'anin dhe me moralet e tij në mënyrë që të lartësojmë veten. Ka një shprehje e cila është shumë e rëndësishme, besimtari moralin e tij duhet ta ofroje tek Kur'ani dhe ngritet besimtari duke shkuar te Kur'ani. E kundërta nuk bën të ndodhë. Ajo që po ndodh rëndom në përvojat dhe praktikat e tona, moralin ton jemi duke e krahasuar me atë se Kur'anin jemi të e zbrit të vetët e tona. Ne për të qenë të lartësuar, ne duhet ta avancojmë vetën tonë me Kur'an, e jo vlerat e Kur'anit ti matim me veprat e tona, se veprat e tona janë të mangëta, ato mund të kenë edhe gabime, dhe për atë ne duhet të bëjmë zhvendosje nga vetja jonë të Kur'ani, e jo Kur'anin ta zbritmi në moralet e tona. Kanë thënë ulemaja dhe dietarët shumë bukur, nëse dëshirojmë të flasim me Zotin, atëherë falim namazin. Nëse dëshirojmë Zotit na flasë neve, atëherë lexojmë Kur'anin. Dhe prandaj kërkojmë të lexojmë Kur'anin gjatë këtij muaji, të jetojmë me Kur'anin, të kuptojmë urtësitë dhe mesazhet e tij. Dhe përpjekja e vazhdueshme, sidomos për hatër të muajit dhe bereqetit të Kur'anit, të Ramazanit, është që ne të familiarizohemi me Kur'anin. Dhe familiarizimi jonë me Kur'anin na mundson afrimin tek ai dhe pastaj fitimi i udhëzimit edhe hidajetit
të Allahut të lartësuar, i cili neve na ka zbritur në Kur'anin Kerim. Ai thot: "Dhalikel kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dijeni se kjo është libër që në të s'ka fare dyshim, udhëzues për ata që janë të devotshëm. Mos shtoj devotshmërinë, pranoj agjërimin, pranoj luçet e tona dhe bëna prej atyre se ti do të jesh i kënaqur me jetën tonë në këtë botë dhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.